Selamu alaikum. Pas përfundimit të historisë së Jusufit a.s., ku pam se si sprova të mëdha çuna triumf dhe mëshirë. Tani, do të vazhdojmë me një tjetër histori të jashtëzakonshme, atë të Ejubit a.s. Kjo është një histori e cila nuk flet për pushtet apo sundim, por për durimin e pashoq dhe besimin e palëkundur ndaj Zotit. Tani, le të fillojmë historinë. Në një tokë të bekat të Shamit, jetonte një njeri me një zemër të artë, i njohur për drejtësinë dhe mëshirën e tij, Ejubi a.s. Ai ishte një burr me pasuri të madhe, kishte toka të shumta, kopshte të mbushura me fruta, bagëti të pafundshme dhe shumë shërbëtor. Por pasuria më e madhe e tij nuk ishin arët dhe kafshët, por zemra e tij e pasur dhe besimi i tij pa lëkundur. Ai adhuronte Zotin pa asnjë dëshim dhe ndihmonte të varfrit, jetimet dhe të sëmurët. Ai kishte një grua të devotshme, e cila e donte dhe e mbështeste në çdo moment. Zoti e kishte bekuar edhe me fëmijë të mirë dhe të shëndetshëm. Ejubi ishte një njeri i dashur dhe i respektuar nga të gjithë, por shpejt, sprovat e mëdha do të vinin për ta testuar besimin e tij. Djalli, i mbushur me smir, nuk mund ta duronte devotshmërinë e Ejubit dhe tha: "O Zot, Ejubi është falendërues vetëm sepse ti i a ke dhënë gjithë këtë pasuri. Nëse ai do të humbiste, ai nuk do të ishte më kaq besimtar." Zoti të voste për të sprovonte Ejubin, për të treguar se besimi i tij nuk ishte i lidhur me pasurinë. Një ditë, një fatkeqësi e madhe goditi tokat e Ejubit. Stuhit dhe zjarret shkatërruan fushat e tij, bagëtit u zhduken dhe pasuria e tij u zhduk si pluhuri në erë. Por si reagoi Ejubi? A u ankua? A u humbi besimin? Jo, në vend të kësaj, ai tha me qetësi: "O Zoti ma dha, Zoti ma mori, lavdi qoftë atij." Ai nuk ndryshoi, nuk u zemërua dhe nuk ndaloi së ardhuruar i Zotin. Por djalli nuk u ndal, ai tha: "O Zot, Ejubi ende po të adhuron, sepse ka fëmijë dhe familjen e tij. Nëse ata do të largoheshin, ai nuk do të qëndronte më i devotshëm." Dhe sprova e dytë erdhi, fëmijët e tij të dashur u sprovuan me vdekje, njëri pas tjetrit. Dhimbja ishte e madhe, por edhe me këtë tragjedi, Ejubi qëndroi i palëkundur dhe tha: "Ne i bërkasim Zotit dhe tek ai do të kthehemi." Ai vazhdoi të falej, të luste Zotin dhe të ishte falendërues edhe në dhimbje. Djalli u zemërua edhe më shumë dhe tha: "O Zot, Ejubi ende të adhuron, sepse ka trupin e tij të shëndetshëm. Nëse ai do të sëmurej, a do të thotë të dalonte së ardhuroja e tij ty?" Dhe kështu Ejubi u godit nga një sëmundje e rëndë e cila filloi të dobësonte trupin e tij. Ai nuk mund të ecte dhe as nuk të punonte, por zemra e tij ende ishte e fortë. Njerëzit që dikur e respektonin, tani filluan të shmangnin. Ata thoshin: "Ejubi duhet të jetë i mallkuar, përndryshe, se do t'i ndodhin të gjitha këto?" Të gjithë e braktisën, përveç gruas së tij besnike. Ajo e qëndroi pranë dhe kujdesi për të, pavarësisht varfërisë dhe vështirësive. Edhe pas shumë viteve sprova, Ejubi nuk tha asnjëherë një fjalë ankese. Ai e dinte se Zoti po e testonte dhe se ai duhet të duronte. Por kur sëmundja e tij u rëndua dhe ai nuk donte të bëhej barë për gruan e tij, ai ngriti duar drejt qiellit dhe ulët: "O Zot, unë jam i sprovuar nga dhimbja, ti je më i mëshirshëm nga të gjithë." Ai nuk tha: "O Zot, më shëro." Ai tha vetëm: "Unë jam në dhimbje", duke e lënë gjithçka në dorën e tij. Dhe Zoti, i cili kishte parë durimin e tij të pashoq, i dërgoi shpëtim. Një zë erdhi nga qielli dhe i tha: "O Ejub, godit tokën me këmbë tënde." Ejubi, edhe pse i dobët, goditi tokën, edhe një burim uji i pastër shpërtheu prej saj. "Pije këtë ujë dhe lahu me të, dhe do të shërohesh." Dhe ashtu ndodhi. Brenda pak çastesh, sëmundja e tij u zhduk, lëkura e tij u bë më e shëndetshme se më parë dhe ai u bë i ri dhe i fortë përsëri. Gruaja e tij, kur e pa, nuk mund ta besonte. Ajo qau nga gëzimi dhe falëndëruan të dy Zotin për mëshirën e tij. Por Zoti nuk u shpërbleu vetëm me shërim. Ai i dha pasurinë e tij përsëri, i fali toka edhe më të mëdha dhe begati më të shumta.
Dhe më e rëndësishmja, Zoti i dha atij fëmijë të tjerë, duke i ambushur shtëpinë me gëzim dhe bekim. Mësimi nga historia e Ajubit, durimi i shqetësi i shpëtimit. Sprovat nuk janë ndëshkim, por prova të besimit. Zoti nuk harron atë që e adhurojnë atë me sinqeritet. Ajubi a.s. betet shembulli më i madh i durimit dhe devotshmërisë. Një njeri që humbi diçka, por nuk humbi kur besim. Dhe në fund, Zoti është përbleu më shumë se që mund ta kishte imagjinuar ndonjëherë. Kështu përfundon historia e Ajubit, një profet që na mëson fuqinë e durimit dhe besimit të palëkundër në çdo situatë të jetës. Ajubi a.s. ishte mirënjohës si kur ishte i pasur, ashtu edhe kur ishte i varfër e i sëmur. Ne duhet të mësojmë të jemi falënderues për atë që kemi, edhe nëse nuk është gjithmonë e lehtë. Mitë të vërtet janë ata që ndrojnë pranë nesh, jo veç kur jemi mirë. Kur përbërëmi me vështërsi, është më mirë të përpiqemi të bëjmë më të mirën dhe të kemi besim se gjërat do të ndryshojnë, në vend që të ankohemi gjithkohën. Në jetën ndonjëherë ndodhin gjëra që nuk i kuptojmë. Mund të sëmuremi, të kemi ndonjë problem në shkollë apo të humbasim diçka që e duam. Por nëse jemi të dëruar dhe nuk dorëzohemi, gjithçka mund të përmirësohet me kohë. Edhe unë do të jem i qëndrueshëm se Ajubi në jetë. Gruaja është burimi i forcës, dashurisë dhe lumturisë në çdo shtëpi.